Në këto 10 ditë ka mundësi që muslimani t'i praktikoj të 5 shtyllat e islamit. Të gjitha 5 shtyllat e islamit muslimani mund t'i praktikoj në këto 10 ditë. Shahadetin e thot, dihet, namaz duhet bëj, agjerim nafile bën këto 10 ditë, zeqat dhe sadaka jep në këto 10 ditë, dhe haxhin mund t'a bëjnë këto 10 ditë, për dallim nga kohët tjera. Sepse edhe nëse i bën këto 4 shtyllat e para të islamit, haxhin nuk mund ta bësh ndonjë kohë tjetër. Andaj e vetmja kohë kur muslimani mund t'i praktikojë të 5 shtyllat e islamit janë këto 10 ditë të këtij muaji në të cilin gjendemi tash. Dhe Ibn Hajeri rahimahullah, i cili është komentuesi i Sahihut Buhariut, ka thonë se ajo që është më e sakta prej mendimit dietarëve është se këto 10 ditë janë veçuar për shkak se në këto 10 ditë të bohen të 5 shtyllat e islamit. Në këto 10 ditë të bohen të 5 shtyllat e islamit dhe muslimani ka mundësi që në këto 10 ditë të 5 shtyllat e islamit t'i praktikoj. Për dallim nga të gjitha ditët tjera të vitit ku nuk ka mundësi që t'i praktikoj të gjithë shtyllat e islamit, sepse haxhi mund të bëhet vetëm në këtë kohë dhe nuk mund të bëhet në ndonjë kohë tjetër.